Një përplasje e fortë ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother Albania, ku Rogerti ka shpërthyer me akuza dhe fjalë të rënda ndaj Mateos, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar mes banorëve. Debati ka nisur gjatë një bisede të zakonshme, por shumë shpejt është kthyer në një konflikt të ashpër, me tone të larta dhe emocione të forta. Gjatë debatit, Rogerti ka ofenduar rënd Mateon, duke e quajtur atë kopil dashurie dhe duke thënë se ai nuk ka fare respekt për veten. Me një ton të ashpër dhe të zemëruar, Rogerti është shprehur se Mateo nuk di të sillet si duhet me njerëzit dhe se mënyra e tij e lojës tregon mungesë karakteri dhe sinqeriteti. Ai ka shtuar gjithashtu se, sipas tij, Mateo nuk do të fitojë kurrë respekt nga banorët apo publiku nëse vazhdon me të njëjtën sjellje. Mateo është përpjekur të ruajë qetësinë në fillim, duke mos reaguar menjëherë ndaj provokimeve, por situata është tensionuar gjithnjë e më shumë ndërsa Rogerti vazhdonte me akuzat e tij. Banorët e tjerë kanë mbetur të habitur nga fjalët e rënda që janë përdorur dhe disa prej tyre kanë ndërhyrë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Rogerti ka vazhduar duke thënë se Mateo përpiqet të krijojë një imazh të rrem brenda shtëpisë dhe se ai sillet ndryshe para kamerave dhe ndryshe me banorët. Sipas tij, kjo është arsyeja pse ai nuk e respekton Mateon dhe nuk beson në lojën e tij. Ai thekson se respekti fitohet me sjellje dhe veprime, jo me fjalë apo strategji sipërfaqësore. Nga ana tjetër, Mateo më pas ka reaguar duke i kundërshtuar akuzat dhe duke thënë se ofendimet personale nuk kanë vend me lojë. Ai është shprehur se Rogerti po përpiqet ta provokojë dhe ta ulë përpara të tjerëve, por se ai nuk do të bjerë në të njëjtin nivel. Mateo ka theksuar se çdo banor duhet të mbajë përgjegjësi për fjalët dhe veprimet e tij. Debati mes tyre ka krijuar një atmosferë të rënduar në shtëpi, ku tensioni është ndjer edhe nga banorët e tjerëve. Disa prej tyre kanë diskutuar më vonë për situatën, duke thënë se konfliktet të tilla mund të ndikojnë në marrëdhëniet mes banorëve dhe në rrjedhën e lojës. Kjo përplasje duket se ka thelluar rivalitetin mes Rogertit dhe Mateos, duke e bërë marrëdhënien e tyre edhe më të vështirë. Tensionet mes tyre pritet të ndikojnë në dinamikën e shtëpisë në ditët në vijim, ndërsa mbetet për të parë nëse ata do të arrijnë të qetësojnë situatën apo nëse konflikti do të vazhdojë të përshkallëzohet edhe më tej.